Bismillahirrahmanirrahim. Dita e 19 me radhë. Namazi i sabahut dhe Ramazani. Me të vërtetë, namazi është prej shtyllave të Islamit. Es-salatu imadu d-din, faman aqamahu aqama d-din, wa man tarakahu taraka d-din. Thot Muhamedi alayhi salatu wasalam se namazi është shtyllë e Islamit. Kush e braktis atë, ka humbur pra shumë. Prandaj, namazi sabahut në kohën e vetë, sidomos në Ramazan, por dhe jashtë Ramazanit, ka një vlerë të jashtëzakonshme, për shkak se ju e filloni ditën me madhërim ndaj Allahut te bareke ve taala. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Me të vërtetë namazi është obligim për besimtarin në kohën e caktuar. Wala dhikrullahi al-akbar, dhe përmendja e Allahut është prej gjërave më madhore, më kulmore. Prandaj, besimtar, faleni namazin e sabahut. Pasi të hani si fyrin, pra përgatituni, lexoni disa pjesë nga Kurani dhe u bil ashari hum yastaghfirun, bëhuni për atyre që deri në agim të mëngjesit guha tyne është duke thënë estagfirullah, 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 estagfirullah wa tubu ilejk. O Zot na fal, o Zot na fal. Pra estagfirullah wa tubu ilejk. Na fal o Zot, kërkojmë teube dhe istighfar, pra kërkimi i faljes do thotë na shton rrezikun, na shton të mirat, edhe na bën prej besimtarëve në rrugën e drejtë, siratal mustaqim. Me të vërtetë ata që falin namazin e sabahut do të jenë prej të suksesshmëve. Do të jenë njerëz të suksesshëm, do të arrijnë majat e suksesit në këtë botë dhe padyshim që bota tjetër është më e mirë, do të jetë xheneti si vend pra i sigurt, i përgatitur si shpërblim për ata që punuan punë të mira. Prandaj, kur ngriteni për të falë sabahun, pra siç e thotë edhe shkenca, është agimi i parë dhe agimi i dytë. Agimin e parë e takojnë ata që zgjohen herët dhe që i drejtohen punës pasi falin namazin sabahun. Kurse agimi i dytë është agimi që e përjetojnë të gjithë njerëzit. Kurse pastaj nëse ka ardhur gati gjysa ditët, atër janë ata që e kanë humbur ditën fare. Prandaj, ne duhet të mundohemi ta respektojmë kohën tonë dhe ta vlerësojmë veten tonë, sepse Allahu na ka lartësuar në Kur'an, na ka ngritur si krijesa, andaj ne si krijesa duhet ta falenderojmë Zotin me faljen e namazit dhe me bërjen pra e gjërave të bukura në jetën tonë. Selam aleikum. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me ju.